Përshëndetje të dashur miq. Sot do të ndaj me ju disa mesazhe në lidhje me nëse e shihni në këtë periudhë janë në lidhje me hënën e re që do të ndodh në datë 17 prill. Por kur do që ta shihni këtë video, është një mesazh për te kohës dhe hapësirës, sepse do të thotë që ka diçka aty për ju që duhet ta dëgjoni. Do të përdorim sot kartat që unë i kam dizenjuar vetë, të cilat ka mesazhe shumë interesante në fakt, janë edhe vizualisht me piktura dhe edhe me shkrime. Janë në anglisht, kështu që sigurisht do t'i përkthej për ju dhe do të ndajmë në 3 grupime të ndryshme. Ju mund të zgjidhni njërin prej 3 numrave, merrni kohën tuaj tani më për të zgjedhur njërin prej 3 numrave, 1-shin, 2-shin apo 3-shin. Nëse ju keni ndjekur videot tona, sigurisht që e dini që kjo e forcon intuitën. Dhe ju mund të kuptoni më mirë cili është mesazhi specifik për ju tani. Cili është numri që u tërhoqi i pari, 1-shi, 2-shi apo 3-shi. Dhe kjo tregon shumë cili është mesazhi kryesor, sepse të tre mund të kenë lidhje për ju, por mesazhi juaj kryesor është ai që u tërhoqi i pari. Flutura e bukur. Numri 4 mund të ketë rëndësi për ju, numri 31, 13, numri 3 dhe numri 1. Mund të shikoni numrin 333, 111, 444, edhe 555 po ndjej tani. Dhe lidhet shumë me këtë pjesën e aventurave, me këtë pjesën e transformimit. Këtu nuk e thot, por e ka si mesazh vetë flutura, pjesën e metamorfozës, transformimit. Dhe këtu thot mirësi, bukuri, optimizëm dhe të jemi të lirë nga të gjitha gjërat që ne na mbajnë pas, të jemi të lirë nga limitimet ndoshta që i vendosim vetes son, nga mendimet limituese, nga vështirësitë që ne i vendosim vetes son, si bloqe në rrugën tonë që mund të ta bllokojnë për të parë përpara dhe për të ecur përpara. Një mesazh tjetër që po ndjej është që ju për shembull keni frikë të lini shtëpinë tuaj të vjetër që ishte në këtë strofën tuaj të transformimit, ku nga larg ju bët një flutur dhe keni frikë të lini miqtë e vjetër pas që ndoshta nuk ishin një larv, por si ju dhe jetonin me ju në mjedisin e vjetër, por ju tani më jeni një flutur. Ju mund t'i takoni, por nuk jeni po njësoj dhe tani më ju jeni bërë që të fluturoni dhe të takoni fluturat të tjera që janë të destinuar atje në rrugtimin tuaj së bashku me ju. Në fillim mund të duket pak vetën kjo gjë, në fillim mund të duket si e vështirë, qoftë në çdo fazë që ju jeni që të lini të kaluar në diçka familjare pas dhe të filloni një jetë të re, të lini punën e vjetër, të filloni një punë të re, të lini qytetin e vjetër ku jetoni dhe të shkoni në një vend të ri. Por me çdo risk që ne marrim, ka shpërblim. Do besoni për këtë. Është pak e vështirë në fillim, ama nëse ju ndjeni të entuziazmuar, siç thotë edhe këtu, optimist për të bërë këtë lloj veprimi, do të thotë që është shenjë e duhur për ju që bëjeni. Edhe nëse keni frikë, bëjeni. Nëse deri më tani e morët kohën tuaj për të parë ose për të zgjedhur grupin tuaj, le të fillojmë me grupin numër 1. Është vërtet një kartë shumë e bukur. E di që del flipt, e kthyem mbrapsht, por që ju mund të shikoni vizualizimin, pjesën tjetër ju ja përkthej unë. Pra është vetë bretkotca, energjia e bukur e bretkocës, që na lidh shumë me këtë pjesën e mirëqenies, prosperitetit dhe të jeni të adaptueshëm në çdo mjedis, po ta dini për shembull, e dini që bretkotca jeton edhe në ujë edhe në tokë. Pra ju jeni të adaptueshëm në çdo lloj mjedisi. Gjithashtu bretkotcat jetojnë, kjo që po ndjej tani, në fakt të gjitha kafshët, por që po ndjej si mesazh për ju. Për shembull, ju jeni njësh me mjedisin tuaj dhe shkoni në këto vende që ju e dini që është vërtet natyra juaj, që rezonon me ju dhe ju jeni një ngjyrë, si thua. Kështu janë kafshët për vetë mbrojtje. Por ideja është që ju tani më po gjeni ku ju përkisni, domethënë, si thua, profesioni që është destinuar për ju, që duket sikur jeni një ngjyrë. Karrierën e destinuar për ju, marrëdhëniet e destinuara për ju që duket sikur thjesht jeni një. Pra nuk jeni ngjyra të ndryshme, por jeni një ngjyrë, një grup me të njëjtën ngjyrë. Ose si të thuash për shembull, ndoshta jo e njëjta ngjyrë fiks, por e njëjta familje, për shembull ngjyra roz, por spektri i ngjyrave roz, që mund të jenë pak më zbet, pak më ndezur e kështu me radhë, por që duken njësoj në një familje së bashku. Kjo është energjia që po ndjej për ju. Dhe
Energjia e transformimit sigurisht që përsëri Bertkolca zhvillohet nga larvat e vogla, që ishte edhe energjia e fillimit që ne nisëm, dhe fillon të zhvillohen këmbët, më duket të pasmet, pastaj të parmet, e kështu me radhë. E kam harruar paksa. Por që ishte vërtet një metamorfozë shumë interesante e Bertkolcës, mund ta kërkoni nëse doni. Dhe kjo është ideja që ndoshta transformimi juaj mund të duket shumë interesant për të tjerët. Mund të duket shumë i magjishëm, mund të duket shumë, mund të ngelet të habitur se si ju bët nga kjo gjë, në këtë gjë që s'ka lidhje fare me njëra tjetrën. Edhe por si flutura vetë. Edhe flutura lidhet me këtë energjinë e adaptueshmërisë me faktin që jeton, si të thuash, nuk është se jeton edhe në ujë, pilivesa jeton edhe në ujë edhe në ajër, por përsëri me këtë energjinë që të jemi të adaptueshëm me ciklet e jetës. Kjo është energjia. Dhe mund të ketë lidhje për ju numri 6, numri 3, 333, mund të shikoni që e tham edhe në fillim, dhe numri 33 vetë që është një numër master. Ju mund të jeni 33 vjeç ose 31 vjeç. Këto janë të shpondje tani. Edhe ngjyra lila mund të ketë lidhje për ju, signifikancë për ju. Këto janë mesazhet për grupin 1, shpresoj që t'ju kenë ndihmuar, shpresoj që të kenë rezonuar me ju. Do doja shumë të dija opinionin tuaj në komente si gjithnjë. Dhe le të kalojmë tani te grupi 2. Kjo është një energji shumë e bukur, që ndoshta dikush për jush, disa për jush mund të kenë nevojë tani. Është energjia që ju jeni të thërritur të lëvizni më shumë trupin tuaj, jeni të thërritur të merreni më shumë me aktivitete fizike, sportive, me ecje, edhe vetëm ecje, 30 minuta, çeregore, sa të dëshironi ju, sa të mundeni ju. Thjesht të lëvizni, ndoshta në shtëpinë tuaj të lëvizni, të bëni disa ushtrime të thjeshta, disa stretching, yoga, mund të jetë çfarëdo që juve ju bën të ndjeni mirë. Ky është mesazhi parsorë që po marr, por mesazhi tjetër që lidhet me numrin 7. Numri 7 mund ta shihni vazhdimisht, 777. Ndoshta mund të filloni diçka në muaj numër 7. Mund të ndodhë diçka për ju, mund të lëvizni shtëpi, mund të udhtoni në muajin korrik i bie. Nga ana tjetër, po marr të mesazhin që për shembull, trupi juaj po rikalibrohet, trupi juaj po rigjenerohet. Dhe në momentin që ne ndryshojmë rutinën tonë, ndryshojmë ushqimet që konsumojmë, si me magji për një periudhë X, që mund të jetë ndryshme për secilin, trupi jonë fillon të rigjenerohet dhe qelisat e vjetra vdesin dhe linin të rejat. Dhe këto të rejat janë të ushqyera me ritualet, me zakonet, me çfarë ju konsumoni në çdo nivel, me për shembull kontenti që konsumoni, ushqimet që konsumoni, rutinën që ju keni. Dhe kështu ju jeni një person i ri. Dhe kjo ndodh vazhdimisht, vit pas viti. Ne ndryshojmë bazuar në çfarë ne konsumojmë, në çdo nivel dhe zakonet që ne kemi, çfarë mendojmë, çfarë flasim, e të tjerë. Dhe mund të jemi si një person i ri edhe për një vit, edhe për 2-3 muaj. Kjo është vërtet e magjishme, por funksionon. Dhe ky mund të jetë një mesazh për ju, që nuk ka rëndësi se sa ju mendoni që jeni të sëmurë në një aspekt. Nëse ju merrni hapa specifik dhe keni këtë synimin e mirë dhe kujdeseni për veten tuaj, kjo gjë mund të ndryshojë, sepse vetëm ju e zgjidhni sa do zgjas dhe ju e zgjidhni për shembull kur doni të ndryshoni. Ndryshimi mund të fillojë që tani, që sot, që tani që po shihni këtë video, mund të filloni të ndryshoni. Ky është mesazhi për ju, është një mesazh shumë interesant, që lidhet përsëri me pjesën e transformimit që ne folëm për energjinë parsorë dhe për grupin numër 1, që lidhet me energjinë e adaptueshmërisë ndaj cikleve të jetës. Dhe ne kemi atë fuqinë që të jemi të rilindur, si thua, dhe ta transformojmë jetën tonë në çdo moment. Mjafton që ne ta zgjedhim. Ky është mesazhi që ndjeva për grupin tuaj, shumë mesazh interesant. Vërtet do doja shumë të dija opinionin tuaj, se sa rezonoi për ju grupi imi numër 2, për të gjithë ju që e zgjodhët. Le të kalojmë te grupi imi numër 3. Kjo është një energji shumë e bukur. Është simboli Om, që lidhet shumë me energjinë e paqes. Dhe po ndjem e udhëzuar që ta mbaj për ju, sepse edhe vetëm duke e parë, ju mund të lidheni me energjinë e paqes.
Dhe mund ta vizatoni, mund ta pikturoni, ta keni në jetën tuaj, mund ta gjeni në Google dhe ta printoni, nëse nuk doni ta vizatoni. Por thjesht duke e parë, ju rilidh me energjinë e paqes, me energjinë e një perspektive më të lartësuar, me energjinë e të paturit, për shembull, një lidhje më të theksuar me inteligjencën universale, e cila është e gjithdijshme dhe që ju mund të gjeni gjithë përgjigjet e pyetjeve që keni, mund të thjesht nga kjo energji e paqes mund të largoni dyshimet që keni, mërzitet çfarëllojshme, ankthin, stresin e ditës dhe të gjitha këto gjëra që juve ju rëndojnë, që mund të jenë akumuluar gjatë ditës, gjatë javës, e të tjerë. Dhe thjesht merrni 3 frymarrje teksa shihni këtë simbol. Siguroni që të jenë frymarrje të thella. Edhe një e fundit. Nuk e di për ju, por edhe vetë u relaksova vërtet shumë dhe po filloj të flas edhe më ngadalë se zakonisht, sepse unë ndjeva dhe unë udhëzuar që të marr 3 frymarrje. Edhe vetë numri i grupit tuaj është numri 3, ju mund të shikoni numrin 333, edhe vetë ky simbol duket sikur është një tresh. Dhe numri 3 mund të ketë significance për ju, në fakt pothuajse erdhi tek secili prej grupeve, numri 3, që do thotë që është shumë i rëndësishëm për të gjithë prej jush. Ju mund të keni ditëlindje në datën 3, diçka në lidhje me numrin 3 që është vërtet signifikante për ju. Dhe vërtet mund ndjek të energjinë e paqes, nuk e di pse unë ndjeva udhëzuar ta mbaj kaq gjatë, por ky simbol është shumë i fuqishëm, më besoni për këtë, dhe e meriton respektin që ne i përkushtuam. Ju meritoni, po këtë respekt ju meritoni të jeni në paqe, në dashuri, dhe kjo është energjia që ju ndoshta keni patur nevojë gjatë kësaj periudhe, energjia e paqes, e qetësisë, e relaksit, e dashurisë, por këto gjëra që janë kështu të buta dhe këto gjëra që juve ju bëjnë të ndiheni mirë. Kështu që ofrojeni vetes, ky është mesazhi për ju, mesazhi kryesor dhe thelbësor, prandaj unë ndjeva shumë e udhëzuar që të marrim 3 frymarrje së bashku, që ju ta bëni këtu dhe tani, ta aktualizoni këtë mesazh këtu dhe tani, të ndërmerrni këtë hap këtu dhe tani. Dhe do të shikoni se sa e fuqishme është, sa në paqe do të ndjeni, sepse ndoshta kjo është ajo që ju keni patur nevojë gjithë këtë periudhë, për të ndjerë të relaksuar, më të shëndetshëm, më të lumtur, plot energji. Ky është një mesazh shumë i bukur për ta përmbyllur. Do doja shumë të dija se sa rezonoi me ju. Dhe shumë faleminderit që jeni këtu dhe tani, faleminderit që jeni pjesë e këtij komuniteti, ju vlerësoj vërtet shumë secilin do prej jush. Faleminderit për që bëni like, subscribe dhe që komentoni në video duke ndarë mendimin tuaj, lirshëm, e vlerësoj vërtet shumë. Faleminderit që jemi në video tjetër, mirupafshim.